Plani i Trumpit për paqe në rripin e Gazës ka 20 pika dhe konsiderohet si baza deri tani më serioze për përfundimin e luftimeve dhe tmerrit në rripin e Gazës. Plani parashikon ndër të tjerash përfundimin e menjëhershëm të luftimeve dhe vendosjen e armëpushimit që do të ishte vërtet një lajm shumë i mirë në veçanti për popullatën palestineze atje. Për përfundimin e luftimeve duhet të bien dakord pra të dyja palët. Izraeli pak a shumë është dakorduar me këtë plan, ndërsa pritet tani edhe vendimi përfundimtar dhe i obligueshëm i Hamasit. 72 orë pas futjes në fuqi të këtij plani duhet të lirohen të gjitha pengjet izraelite nga Hamasi, të gjallë apo të vdekur. Mendohet se në duart e Hamasit akoma janë rreth 20 pengje të gjalla dhe të paktën 28 të vrarë, të paktën kështu thuhet. Nga ana tjetër, Izraeli duhet të lirojë 250 palestinez të burgosur që janë dënuar me burgim të përjetshëm, si dhe rreth 1700 të arrestuar nga fillimi i luftës, ndër të cilët ka dhe gra dhe fëmijë. Ndërkohë që Izraeli për çdo kufom të pengjeve të dorëzuar nga Hamasi duhet të dorëzojë 15 kufoma të palestinezëve. Trupat izraelite duhet të tërhiqen gradualisht nga Gaza, por këtu, miq të dashur, nuk janë shpjeguar akoma të gjitha detajet për kohën e tërheqjes dhe për kushtet e tërheqjes, sepse kjo ndërlidhet edhe me kërkesën për çarmatimin e plotë të Hamasit që ai deri tani nuk e ka pranuar. Por ka dhe kërkesa të Izraelit që trupat e tyre të tërhiqen vetëm deri në një linjë të caktuar, për të cilën akoma nuk dihet se ku do të jetë. Ndaj, plani parashikon edhe një prezencë ushtarake në të ashtu quajturën zonë e sigurisë, e cila po ashtu akoma nuk është definuar. Kjo do të thotë se në rripin e Gazës mund të ketë edhe një zonë sigurie që duhet të shërbejë mes palestinezëve dhe Izraelit eventualisht për evitimin e konflikteve, por akoma nuk dihet saktë se si do të duket ajo dhe sa do të jetë e gjerë. Plani parashikon edhe rindërtimin e rripit të Gazës, por populata palestineze nuk guxon të detyrohet të largohet nga ky vend. E t'ju kujtoj se këtë frikë e ka shtuar dhe nxitur edhe vetë Trumpi me kërkesën e tij të dikurshme për dëbimin e popullatës palestineze, zhvendosjen e saj në rajone të tjera dhe ndërtimin në rripin e Gazës të një, siç e ka quajtur ai, riviere turistike por pa palestinezët. Sidoqoftë, plani nuk parashikon pra dëbime të popullatës dhe zhvendosje, por parashikon një lloj demilitarizimi si dhe krijimin e një grupi ndërkombëtar për stabilizim, i cili do të ketë edhe detyrën e mbikëqyrjes së çarmatimit të Hamasit dhe do të kujdeset për vendosjen e rendit dhe ligjit në këtë zonë, të paktën kështu thuhet në këtë plan. Plani parashikon edhe krijimin dhe stërvitjen e policëve palestinez që duhet të kujdesen për rendin dhe sigurinë atje. Por nuk është saktësuar se kush do të drejtojë këtë trup ndërkombëtare dhe si do të duket ajo. Menjëherë pas planit paqësor, pra pas miratimet e pranimit të tij, duhet të fillojnë edhe dërgimet masive të ndihmave humanitare për popullatën civile në Gazë, e kjo gjendje aktualisht atje vërtet është e mjerueshme. Duhet të sigurohet edhe furnizimi me ujë dhe me energji elektrike dhe duhet të mundësohet edhe puna e spitaleve sa më parë, sepse shumë spitale janë shkatruar nga Izraeli. Ndihmat humanitare duhet të vijnë nga organizatat neutrale ndërkombëtare, siç thuhet në plan, siç janë për shembull Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Gjysmëhëna e Kuqe. Akoma nuk është e qartë, miq të dashur, se kush do të mbikëqyr ato dhe nëse do të ekzistojë fondi i quajtur Gaza Humanitarian Fund, që ka qenë kontestuar nga disa. Nuk dihet edhe mënyra e shpërndarjes së ndihmave, por këto gjëra duhet të sqarohen dhe saktësohen. Në Gazë, në të ardhmen, duhet të qeverisë një komitet kalimtar i teknokratëve, ku përveç palestinezëve do të jenë edhe ekspert ndërkombëtar. Hamasi nuk do të ketë të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen e Gazës dhe nuk duhet të luajë më kurfar roli atje. Ndërkohë që këtu mund të kenë një rol edhe autoritetet palestineze, pra atyre u lejohet një rol. Komiteti duhet të ketë edhe një këshill drejtues ku vetë Trumpi
do të jetë në krye të këtij këshilli, si dhe shumë politikanë të njohur ndërkombëtar, ndër të cilët përmendet edhe kryeministri britanik Tony Blair. Besoj që e njihni të gjithë. Ky këshill do të mbikëqyrë edhe financimin dhe rindërtimin e rripit të Gazës, që është një sfidë jashtëzakonisht e madhe kur dihet se Izraeli ka shkatruar shumë gjëra. Për ndërtimin e rripit të Gazës duhet të sigurohen edhe financat e nevojshme dhe investitorët të shumtë, e kjo do të siguroj edhe një bazë të re ekonomike për rripin e Gazës. Por ky plan nuk parashikon tani për tani edhe krijimin e një shteti palestinez atje. Krijimi i një shteti palestinez në këtë zonë ndërlidhet me funksionimin e autoriteteve palestineze në Jordanin Perëndimor, si dhe natyrisht rindërtimin dhe rimëkëmbjen ekonomike të rripit të Gazës. Pra, është një plan për të ardhmen, mund të thuhet. Këto janë pra pak a shumë miq të dashur parashikimet dhe pikat kryesore të planit. E nëse ai do të pranohet dhe si do të realizohet, cilat do të jenë sfidat, do të shohim natyrisht në ditët dhe javët në vijim. Pra, Trumpi e ka hartuar, Izraeli dhe shumë vende të tjera e kanë pranuar dhe e kanë mbështetur këtë plan. Tani mbetet të shohim se cili do të jetë reagimi i Hamasit. Po ju miq të dashur, çfarë mendoni për këtë plan? Nëse doni, natyrisht që mund të më shkruani këtu në video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani edhe këtë video. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim.